Në këtë afat kalimtar, emrat e futbollistëve shqiptar janë ndër më të kërkuarit në Evropë. Borussia Mönchengladbach ka shfaqur interesim për Milot Rashicën, që mund të kthehet në Bundesligë pas disa vitesh. Edhe pse ka kontratë me Beşiktaşin, mund të ndodhë që Rashica të kthehet në Gjermani. Ndërkohë mbrojtësi Ardian Ismaili përkërkohet nga disa skuadra turke, pas paraqitjeve solide në Serie A me Empoli. Pas Beşiktaşit dhe Galatasaray, sot në garë është futur edhe Trabzonspor. Gjithashtu, Lumbar Delova përkërkohet nga Rizespor në Turqi. Ai aktualisht luan te CSKA Sofia në Bullgari dhe ka pasur një sezon mjaft të mirë. Në listën e lojtarëve që pritet të lëvizin është edhe Albert Hoxha, që luan te Dinamo Zagreb. Ai ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve, ku së fundmi Hull City është një mundësi. Ardon Jashari, mesfushori talentuar, është në radarin e disa ekipeve më të mira në Evropë. E fundit që ka shprehur interesim është Borussia Dortmund me trajnerin Niko Kovac. Po ashtu edhe Andi Zeqiri mund të largohet. Ai mund të bashkohet me Milot Rashicën në Borussia Mönchengladbach nëse të dy palët arrin marrëveshje. Për lajmet e transferimeve të lojtarëve shqiptar nëpër botë, klikoni në telegrafi.com.